bye, si sy. Do dalë. Mi dha një shoqe dhurate dhe unë i përfundova tani. Kisha shumë qejf t'i provoja. Edhe ja, ishin shumë të mira, janë çokoladë brenda dhe me pak alkool. Me shije të ndryshme. Mund t'i gjeni dhe në Amazon. Në fund tani sa po kalova kishte një radhë të papara që shumë jam lodhur sa nuk e keni idenë, një valizhe në dorë që nuk mund ta lëshoj vetëm me rrota sepse ishte më e vogël edhe nuk e kisha ashtu. Edhe kishte radhë super të papar, kontroll masivisht kontroll. Në fakt njërë më akthyen një valizhe e vogël pasi aty kisha disa gjëra që kisha marrë për qërin që ja u kisha treguar juve dhe më akthyen. Once again, the transfer is paging Robin Paul Saints. Robin Paul Saints, please proceed out to gate B63 for an important message. Thank you. Po pres avionin. U bëm të gjithë gati për të hyrë në avion. Më pas do të bëj udhëtim 8 orë këtu deri në Vienë. Edhe më pas atje do rri 5 orë pushim, pastaj do të shkoj në Tiranë. Super rrugë gjatë e rrotshme, por jam vetë, pa fëmijë domethënë edhe s'do e kem dalë shumë të vështirë sa mund t'i me fëmijët. Free like the sky, we rise so high. Love will lift us, never fall. Free like the sky, no more goodbye. In the night we hear the call. Tani sa pas kujta dhe më të them që ty ka qenë konektimin më të mërshëm që ekziston. Ka ndodhur shumë gjëra atje tek avioni. Kishte shumë turbulenca në fillim, një orë e gjysmë, një rrugë edhe një herë ngrihesh avion. Edhe ne nuk e kemi hequr vipin për asnjë sekondë, sepse ishte rrezik. Pas një grua që ishte amerikane i ratifikte dhe një grua që ishte shqiptare i ratifikte. Do me thënë, i ra njerëz, pas 2 orësh i ra tjetrës, edhe këtu tek kjo shqiptarja shkova i ndihmova se kisha afër dhe s'po ndihmonte njëri, kështu që ndihmova unë. Erdhi i mori ambulanca kur zbritën poshtë avionit. Të them që ka qenë shumë e frikshme çdo gjë që ekziston. Tani më duhet të pres 5 orë avionin për në Shqipëri, kështu që do rri këtu, do çrodhe pak edhe do nisem. Do e një gati të i tim të avioni për në Tiranë, edhe të takoj si ju keni si ka dalë si atë më presë. Me zi po presë të takoj edhe si dhe një sot. Takova unë, kush është kjo Miza? Ha? Kështë marrë më për mamin? Shumë? Sa bukur kur të presin. Si ushe? Sa më i rritur? Mi e bërë qëpë e madhe. Të dua shumë. Ku është Pejla, ma? Pullës e thot Pejla. Ha? Ku është Pulla, Insel? Shiko, vinë çdo minutë shikon pullat kur bën vezë. Insel! Ti hashti? Insel! Ua, sa gjera! Jami! Jami, Insel! U kënaqe. Po, po, po. 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 Po, po,
Mirëmëngjesi. U për shumë kohë gjatë që nuk ju kam marrë me vete këtu tek YouTube-i, por jam fokusuar shumë tek biznesi im I vogël që kam hapur, edhe me vërtet ka dashur shumë kohë që ta arri këtu ku jam për momente, dhe jam shumë e kënaqur me thënë të drejtën, sepse kam marrë porosi edhe kam nxjerr shumë gjëra të reja. Por për juve që jeni të interesuar, mund të më ndiqni tek Lady Scandals, këtu tek Instagrami im, dhe aty do të shikoni punimet, krijimet që unë kam edhe I shpërndaj gjatë gjithë kohës. Domethënë jam super aktive. Edhe kështu, tani do t'ju marr pak me vete këtu tek studia ime e vogël, ku bëj punimet me qirinj. Shqyr zotit Selin për momentin nuk është këtu, se po të ishte, nuk e keni idenë çfarë zhurme do kishte bërë dhe çfarë muje do I kishte bërë këtu, se po arriti pa këto gjërat e bukura këtu, I merr edhe nuk di çfarë se si përfundoj. Por tani sapo më erdhi një pako, porosita kutit e kartonit, që do bëj dërgesat paja. Kam marrë shumë pako në fakt kohët e fundit edhe nuk kam mundur t'ju tregoj dot as edhe një gjë, sepse jam përkushtuar më shumë kontentit në Instagram dhe ju kërkoj falje me thënë të drejtën sepse nuk e meritoni, por më duhet që të vazhdoja edhe tani po do t'jem shumë aktive edhe këtu në YouTube. Më në fund. Po ju tregoj pak se çfarë kam bler këto vitet e fundit, furnizimet që kam bërë, por të gjitha po më mbarohen pasi kam patur porosi, edhe më duhet që të shkoj përsëri për të marrë furnizim. Këtu kam marrë të gjitha këto që ju vendosem brenda vazës për të qëndruar qirinjt. Këtu janë të gjitha format e mia që përdor për allçi edhe për qirinj. Këtu kam lulet që më kanë mbetur vetëm këto llojet, por që janë akoma më të përdorurat, sepse kisha marrë shumë për secilën. Pastaj kemi këto vazët e bukura që mbushen me qirinj. Kjo është një prej tyre, është shumë e veçantë. Nuk është se e kam parë në faqet e tjera online. Pastaj është kjo vazë, që kjo ka qenë një bestseller tek faqja ime. Kam bërë shumë punime me këtë lloj vazë. Edhe nuk janë shumë të kushtueshme. Gjithashtu edhe kjo ka qenë shumë e shitur. Të gjitha nga këto më kanë ngelur vetëm nga një copë. Është tjetër. Pastaj kemi dhe këtë vazon. Është e njëjta, po është mesatare. Gjithashtu dhe kjo tjetra është mesatare. Këta. Ka shumë ju e keni parë punën, por tani kam bërë disa ndryshime të vogla. Këto janë kartolinat më të shitura në fakt. Ideja është që këtu do vendoset një qiri, do ngjitet këtu, bashkë me mbajtësen. Shme erdhi! Kjo vendoset këtu. O Hensel! O Hensel! No! Jo, së Gigi aty. Gigi, no. Lere mamin të bëj punët. Dhe bashkë me këtë mbajtësen, të gjitha këto, po ja u tregoj një ide në fund, pak më vonë, se tani do të çoj Enselin. Ja, kështu është ideja. Dhe këto kushtojnë 5.000 lekë, pse jo, juve mund të lumturoni motrën, shoqen, tezen, mamin, edhe të kujtoni se sa të bukura janë. I bërë punët! Qa ka ngrët djali? Djali I fshin unë akulorit. Në Ensel! I bërë punët? Aj t'i fshin buska se I bërë në akullore. I bërë punët? Qa ka djali? Akulola. Ja. Jo.
Po sa punëtor je ma? Je rritur ti, je bërë djali i madh. Të fshi mami? E se të fshi mami? Ta bëj mami të bukur shpinë? Rije që në 7 për të bërë këtë punë. Na. Bravo. Oj. Në nëna do ikim. Good morning, Sia. Good morning, mommy. Je bërë kështu. Shko si je bërë. U kënaqe me gjumë. Bëj një përshëndetje se s'ke hyrë në video fare. Dinje më erdhi vajze. Dhe t'ja tregoj pastaj. Se tani është të ftohtë dhe bie shi. Apo ja? Është shumë ftohtë tani. Është ftohtë? Kjo është mistritësi numër 1 në këtë shtëpi. Që bën ma? Alkohol. Jo. Sa i bukur djali. Wow. Që kur vendosëm këta, gjithë ditën, non-stop këtu. Duke të ndërejnë se njërës Sia edhe një herun. Ndërkohë njerëz do ju tregoj se çfarë po përdor për flokët dhe më kanë rrirë shumë flokë të reja. Dhe ju tregoj seti pak më vonë. Që t'jeri mame soli gjera. Në soli patatine. Dhe patatine për ejtëri dhe një këmi. Edhe të t'jeri. Kasile këshu. Hapja kulloret e Inselit. Kasile dhe këshu arribo. Kasile dhe biskota. Gimnastika. Dhe biskotetik. Atë dhe një mastik. Dhe një arribo të tik. Kada? Dhe një qokolatë në akulore. Jam dhe një soj. Edhe çante. Ama Insel çfarë pa djali? Haribo. Se mos të dhemi dhembët. Sia si ka rënë 2 dhembët për para, tani mezi po presim t'i bjen edhe ato të tjera që të dalin shumë të bukura. Ha, Sia? Po. Shikoni çfarë ide kam për videon e sotme. Unë po bëj një challenge në TikTok edhe po tregoj çdo ditë nga një punim timi dhe në fund do ketë një giveaway ku do ketë 2 dhurata falas. Tani mora këtë që kishte mami dhe mua nuk po më pëlqejnë me këto, kështu që do ta bëj kompozim me qiri. Ta shikoni përfundimin sot. Kam marrë këtë trindafilin, këtë lulen tjetër edhe disa të vegjël, lule të vegjël këtu, që t'i vendosim këtu. Do ja u tregoj se si do dali. Por gjithashtu mbetëm dhe tek pjesa e kartolinës, që nuk e di fare ku ta vlen ta bëj. Okej, kam marrë këto qeset për të bërë kompozimin me qërim dhe kartolina. Ku ishte? Kjo është mbajtësja.
Protektimi ka mbajtësja. Ja. Do vendoset qëriri tek mbajtësja dhe kartolinë. Do vendosim kartolinën, por këtu tek kartolina do jetë e ngjitur edhe ky trëndafili këtu, si për shembull. Është e ngjitur, do ngjitet kjo. Edhe në fund e mbyll kështu. Kjo është dhurata. Është shumë pak e kushtueshme, edhe njerëzit tuaj do ndjehen të lumtur nga dhurata. Shtira qeverin këtu tek gota, dhe hedh ngjyrën që dëshiroj. Do krahasoj që të marri këtë ngjyrë e ëmbël kremoze, ngjyra të lehta jo të rënda. Do edhe pak. Të vendosim këtu që mos më bjerë. Vendosim edhe pak fare. Kaq mjafton. Tani do presim disa minuta derisa të shkojë tek temperatura që ne na duhet, edhe në këtë moment do i hedh aromën. Qërin të mbaj një aromë shumë të mirë. Tani, derisa pres që të ftohet, u vendos fitilin. Dhe ngërshërit. Pra. Kështu. Tani, do marr një gotë tjetër dhe të bëj një përzierje. Të mos e bëj direkt vetëm me këtë ngjyrët. Do i bëj pak përzierje. Shtjem pak aromë. E përsjem pak që ta marri aromën tamam. Dhe lëm pak të ftohet. Tani këtë lule nuk është problem, se mund t'i bëjmë edhe me direkt vetëm me një ngjyrë. Kaq mjafton. Tani ta marrim të e bërëm. Tani do vëmë këtë ngjyrën tjetër, ta bëjmë të gjithën. Yes, fix. Gjithashtu tani do marrim këto të bardha, do të bëjmë këto të njëjtën ngjyrë me këtë. Shtjem pak ngjyrë. Kjo ngjyra që po përdor është kafe, por kur të thahet do bëhet më e zbardhur. Hansel, çfarë bën me mami? Shiko, çupa po më pastron mua të gjitha këto gjërat e qirimeve. Kurse Hanseli i prish. E bëra këtë dhe kam arritur të vendos këtu, kjo mes është hija e vazos, por që po pres të thahet plotësisht e të vendos format. Opa, Hansel!
Sa që beka këtë këngë. Hopa, Ansel. Hopa. Po pi një kafe tani, po marrë pak veten me të mirë, se jam super e lodhur nga këta dy çamarokut, po ky i vogli është më keq. Hopa! Unë vaj ta bëratojnë, të shikoni sa të bukura më dalën, dhe tani Enselin e lash me mami, është këtej nga turizmi në Lodra, kurse Sian e kam këtu me vete dhe bëri thaj ka dhe Sia. Është shumë ftohtë, jam veshur super all edhe po ngri. Shikoni Enselin. Ensel. Sia. Selena met zijn burger. Ze komt bij hand. Kush mami? Mama! Bir! Ku e ka mami djalin?